Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq nga unë Tirona Lili. Ja ku po takohemi sërish sot në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit, dinamikat më interesante, pikpyetjet që në fakt po trazojnë rjetin. Marrëdhënia e nënës Gjestit me Eglin është shumë e komentuar. Qa nuk është thënë për këtë marrëdhënien, çfarë nuk është analizuar, çfarë nuk është shpikur. Unë gjithmonë kam qëndruar koherent edhe gjithmonë kam qëndruar tek një përgjigje që e kam dhënë edhe në për intervistat në të cilat i kam patur në lidhje me Gjestin dhe me Eglin, që nuk duhet të gjykojmë me njëherë një qëndrim të një nënës, sepse ne kemi qenë populli që e kryqëzuam zonjën Parashjevisti Maku për 5 sekonda video që Eltoni Liriani publikoi, nuk e do qunin, e ka pritur shumë ftohtë, nuk e ka pritur me dashuri, ishin komentet e këtilla dhe e gjykuam nënën e Gjestit kundër drejt Eglit, e vendosëm atë murin mes tyre që nuk e do, vetëm nga një video 5 sekonda që ne e pam në rrjetin social, një video që në fakt po qarkullon në për të gjitha rrjetet sociale. Videoja është e shkëputur, nuk është e transmetuar e gjithë videoja, është e shkëputur, tani çdo njeri ka qëndrimin e tij. Unë mendoj që nëna e Gjestit në natën e finales ishte e mbushur me shumë emocione, sepse vetëm ajo e di se çfarë ka kaluar dhe çfarë ka hequr që djali i saj të mbërin deri këtu ku është. Gjesti ka treguar një jetë shumë të vështirë, Gjesti ka treguar një jetë shumë të rëndë, edhe normalisht ato nuk janë personazhe publik, ato nuk janë mësuar me kamera, po shikonin një dashuri të madhe të shqiptarëve ndaj djalit të tyre, ndoshta kanë patur edhe frikën se dikush mos e sulmon, e gjëra të këtilla, dhe domethënë gjithçka është në favorin e saj. Nëna e Gjestit, po ta ndjekim me detaje, edhe kur e përqafoi Gjestin, ajo ishte e emocionuar, ishte e përlotur. Unë dëgjova vetëm një fjalë që ajo i tha djalit të saj: "Faleminderit që qëndrove i duruar dhe askujt nuk ja ktheve dorën." Këtë fjalë ja ka thënë në momentin kur ajo e ka përqafuar të birin. Do të thënë, po bëhet një dramë kaq e madhe, mendoj pa asnjë lloj arsye. Unë jam munduar që të jap mendimin tim në këtë rast për të analizuar të gjithë këtë gjën që në fakt ka marrë një jehon goxha të frikshme. Pas përfundimit të një prej edicioneve më të komentuara të Big Brother VIP Albania, ku emocionet arritën kulmin dhe publiku ndërlidh ndjeshëm me historitë, lidhjet dhe personazhet e këtij sezoni, një çështje e cila ka ngritur shumë zë në rrjet është marrëdhënia mes nënës së Gjestit edhe Eglit. Përflitet gjithandej se nëna e Gjestit nuk e do Eglin, si nuse të ardhshme të djalit të saj. Komentet janë përqendruar sidomos te një moment i vetëm, te finalja e madhe, ku sipas disa videove që qarkulluan në TikTok dhe në Instagram, shihet se Egli përqafohet nga babai dhe motra e Gjestit, ndërsa nëna e tij qëndron disi më e tërhequr. Ky detaj i vetëm i nxjerr jashtë kontekstit të një nate të mbushur me tension, emocion dhe kaos njerëzor, ka mjaftuar për të ndezur një debat të madh në opinionin publik. Por si gazetar dhe si njeri që kam ndjekur nga afër këtë rrugtim të banorëve, ndjej detyrim të jap një qëndrim të matur dhe realist mbi këtë situatë që, le të jemi të sinqert, po shndrohet më shumë në një histori të ndërtuar mbi hamendësimet sesa mbi fakte të verifikuara. Së pari duhet të kuptojmë që një nën, e sidomos nëna e një personazhi kaq të dashur si Gjesti, ka kaluar javë të tëra në ankth, në emocion, në mall dhe në përjetime të forta. Dalja e djalit nga shtëpia, përballja me kamerat, me një turmë të madhe dhe mbi të gjitha me emocionin e kthimit të djalit pas një rrugtimi kaq të gjatë 6 mujor, nuk është pak për një nën. Nuk është pak për një nën. Secili e përjeton në mënyrën e vet. Disa përqafojnë me njëherë, të tjerë mbledhin pak për brënda për të përpunuar emocionin. Kjo nuk është mungesë dashurie, kjo është njerëzore.
Së dyti, vetë videoja e shumë përfolur nuk është një transmetim i plot zyrtar. Është një moment i shkëputur nga një kënd i pjesshëm, i marrë nga e djela shqiptare e cila e prezantoi këtë video në rrjetet sociale. As kush nuk e ka parë në të rësi gjithë se çfarë ka ndodhur pas kamerave, apo në ato minuta që nuk janë transmetuar në live. E vërteta është se Egli është pritur me shumë dashuri nga familja e Gjestit. Nëna e tij e ka falenderuar gjatë bisedës që ato të dyja po bënin Eglin për kujdesin që i ka treguar djalit të saj brenda shtëpisë. Kjo nuk është një formë veprimi formal, por është një shprehje e sinqertë, mirënjohje, një akt që tregon respekt dhe vlerësim. Është shumë e lehtë të gjykojmë një nënë që ka preferuar të hesht për një sekond, ndërkohë që nuk dim asnjë prej dinamikave të brendshme të një familje. Në kulturën tonë shpesh prindërit janë më të rezervuar ndaj lidhjeve të reja, derisa ato të kalojnë kohën dhe të shndrohen në diçka më të qëndrueshme. Kjo nuk do të thotë se nuk ka pranim apo dashuri, përkundrazi shumë nëna fillimisht tregohen të kujdesshme, të tërhequra, por më pas bëhen mbështetja më e madhe për çiftin. Nga ajo që kemi parë deri më tani, Egli dhe Gjesti janë të afërt, të kujdesshëm ndaj njëri tjetrit dhe përçojnë pozitivitet në çdo dalje publike. Nuk ka asnjë sinjal real që të lë të kuptosh se ekziston një përplasje apo një refuzim nga ana e familjes së Gjestit ndaj Eglit. Të gjitha këto janë thjesht hipoteza të mbështetura në pamje të pjesshme, komente të nxitura nga kurioziteti apo dëshira për dramë. Në vend që të gjykojmë dhe të shpërndajmë spekulime, le të fokusohemi në atë që është më e rëndësishme: dashuria që po ndërtohet mes dy të rinjve, respekti që ata tregojnë për njëri tjetrin dhe mbështetja që pavarësisht gjithçkaje po u ofrohet nga të dyja familjet. Nëse ka diçka që ky edicioni Big Brother na ka mësuar, është se sy të mund të na mashtrojnë, por zemra rrallë gabon, dhe zemra në këtë rast po duket e qartë. Unë mendoj që në rastin e Gjestit edhe të Eglit, në këtë rast kaq të komentuar, është më se normale që nëna e Gjestit mos ketë këtë hudhjen masive ndaj kësaj vajzës, por mba një lloj qëndrimi, sepse akoma nuk ka asnjë gjë zyrtare mes tyre. Në momentin që do të ketë një gjë zyrtare, unë jam shumë i bindur që familja Kelmendi tregua një kulturë të mrekullueshme dhe jam shumë i bindur që do të mbështesin këtë dashuri. Vetëm për qafimi Blerinës dhe i zotërisë tonit me buzëqeshje la të kuptohet gjithçka, që kjo familje po ka aprovuar dashurinë e Gjestit edhe të Eglit.